po kalojnë jo vetëm politikanët, por edhe emrat e njohur nga biznesi dhe jo vetëm. Çudia në vendin tonë është se i gjithë populli doli pothuajse një lloj nga sistemi komunist. Atëherë nuk ishte të pasur e të varfër, ishin të gjithë një shtresë. Ndërkohë, tashmë në Shqipëri, vetëm mbas 30 vitesh, gjen miliarder dhe milioner me një pasuri marramëndse, që nuk e kanë as familjet më aristokrate në Europë, që e kanë trashëguar pasurinë brez pas brezi. Së fundmi, SPAK ka kryer një kontroll të një nga njerëzit më të fuqishëm në Shqipëri, i cili është pronari i një nga televizioneve më të mëdha në vend. Bëhet fjalë për Artan Tulakun, bosin e ndërtimit dhe të medias. Çdo hetim është kryer në fshehtësi. Më pas, me provat që kishte mbledhur, SPAK është drejtuar gjykatës ku ka marrë një urdhër për kontrollin e zyrave dhe të banesës të biznesmenit shqiptar. Punojësit kanë mbetur të hutuar ku kanë parë agjentët e BKH-s të hynë në zyra duke i thënë që të mos lëviznin. Pasi kanë bërë një kontroll të imtësishëm në disa zyra dhe shtëpi të biznesmenit, ato kanë sekuestruar materiale të ndryshme dhe kompjutera në cilësinë e provës e më pas janë larguar. Thuhet se SPAK ka dyshime të forta për përfshirjen në manipulimin e kontratës për marrjen në përdorim të portit të Limionit në Sarand nga pronari i televizionit. Kjo situatë i ka prishur atin edhe zyrtarëve të tjerë të lartë që kanë firmosur. SPAK ka vërshuar dhe në banesat e tyre dhe po bën kontrolle dhe konfiskime. Pritet që së shpejti të zbulohen emra të fuqishëm të politikës shqiptare, të cilët kanë kish në këtë aferë korruptive.